Një person i cili është i martuar dhe gruas i kanë vdek prind, i kanë vdek vëllezërit. I ka vdek për krahu i familjes. Dhe ky njeri bëhet arrogant, intrigant, i padrejt, mizur dhe llogarit atë rob me plot kuptimin e fjalës për Zotin e lom ulemaja këtë e llogarisin nga zullumçarët më të mëdhej. Të dashurit e mi, si zullumçari jemi të pasët edhe në 2018. Edhe në 2018 edhe në shekullin e 21 krijon dhe ushtron dhunë ndaj bashkëshortës, besoni që njerëzit përpara as në hajvanat nuk janë shfryrë në atë formë përdorjes së forcës. Shekullin e 21. Të dashurit e mi, aja është motër e dikujt, aja është vajzë e dikujt. Ju apo mendoni do thotë se keni me pasën hajër nga ato veprime që i bëni? Aja është krijesa Allahut xhaleshanu. Aja është krijesa më e dashur e Zotit. Allahu xhaleshanu e ka lavdruar ata shumë dhe i ka thonë është gjysa kësaj dynjaje. Aja është nan dhe ka thonë xheneti ka më kanë në këmbët e saj. Aja është bashkëshorte e cila e ka plotësuar gjysën e imanit tan. Aja është vajzë e cila është drita e synit, trëndafili i zemrës së prindit. Aja është vajzë që ka me fitu baba dhe nona xhennetin për këtë, sepse ka thonë profeti Muhammed, kush i ka 3 vajza i rriti, edukon dhe i marton me nerë, edhe nona dhe baba e kanë garantuar xhennetin. Kjo është e ti kësoj krijese pi ban pa drejtësi, pa shas Zotin e lom, traditën veçanën nga Islami, se ky ditë Allahul Xhelal e ka vlerësu në piedestalet më të larta gjinien femrore. Kur nuk është regjistru se gjua Muhammed Mustafa se ka ofendu bashkëshortën e tij. Kur nuk është regjistru se dora Muhammed Mustafa është ngritën ndaj saj. Mirë po është regjistru fjalët më të mira, ushqimet më të mira, përkujdesjet më të mira, respektin e nderin më të madh. Muhammed Mustafaja ja ka bo bashkëshortës së vet dhe ja ka bo vajzës së vet. Të dashurit e mi, neve në këtë drejtim duhemi me u kthjellën shumë, duhemi me u kthjellën për këtë të gjithë ata që nga nalt bojnë zullume, një ditë do ta shtrin dorën atyre që ju kanë bërë zullum.